Një debat i ashpër ndodhi dje në mbrëmje mes Gjestit dhe Eglit. Para teje nuk do qaj më. Kam frikë se hidhesh nga muri sërish, boll jam akuzuar, kam kërkuar falje që ti të mos dalësh keq. Unë nuk rash në dashuri me krevatin. Rash në dashuri me dikë që më ka puthur disa herë, më ka përqafuar, më ka thënë disa fraza që i thot vetëm një partner. E di pse unë nuk jam larguar ndaj teje? Sepse kam pasur këto veprime, nuk më ke thënë nuk të dua. Me fjalë më ke hedhur për tokë dhe e kam pranuar se kam thënë le të bëj lojën e ti. Nëse nuk e do dik, mos e afro kur, tha Egli. Kur ke ardhur kam dashur që të lë kohën tënde dhe të vije ti tek unë kur të doje. Ti ke dal jashtë dhe ke parë që ke dal keq a diçka, nuk të ka pëlqyer vetja dhe ke dashur të më nxjerrësh mua keq. Nuk mund të më nxjerrësh kështu mua, i tha Gjesti.